Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga artriti, ju duhet vetëm pak vaj ulliri dhe thoni lam të mirë dhimbjeve. Artriti reumatoid është një sëmundje autoimunitare e cila prek miliona njerëz në mbar botën. Kjo sëmundje është 2 deri në 3 herë më e përhapur tek gratë se tek burrat. Pacientët të cilët vuajnë nga kjo sëmundje zakonisht marrin medikamente kundër inflamacionit, siç është aspirina apo paracetamoli. Studimet mbi kurat dhe trajtimet për artritin dhe reumatizmën janë të vazhdueshme, por kohët e fundit, sipas të dhënave shkencëtare, po marrin në konsiderat rolin antiinflamacion të vajit të ullirit. Sipas tyre, vaji i ullirit mund të jetë po aq i dobishëm sa një dozë ditore e ibuprofenit apo ilaçeve qetësuese. Studiuesit gjithashtu kanë zbuluar se një substancë e vajit të ullirit e quajtur oleokantal është identifikuar si përgjegjëse e shumë prej vlerave antiinflamacion të vajit të ullirit. Kjo substancë luan rolin e antioksidantëve të cilët të luftojnë radikalet e lira në organizëm. Përdorimi dhe roli i vajit të ullirit kundër artritit. Studiuesit tregojnë se një sasi prej 4 lugë gjelle me vaj ulliri të pastër furnizon trupin tuaj me sasi të bollshme të oleokantalit. Ekspertët rekomandojnë vaj ulliri të pastër. Fëmijët mund të konsumojnë një lugë çaj me vaj ulliri të ëmbëlsuar me pak sheqer. Rekomandohet gjithashtu ndjekja e një regjimi mesdhetar që përfshin konsumin e rregullt të vajit të ullirit për të shmangur inflamacionin. Ky regjim ushqimor ul rrezikun e ishemisë, sëmundjeve të zemrës, të mushkrive dhe të sklerozës. Gjithashtu, dhimbjet e kockave po kthehen në një problem shëndetësor shumë i përhapur kudo, edhe në Shqipëri. Kjo ndodh edhe sepse njerëzit nuk kanë shumë kohë për aktivitet fizik, ndërkohë që jetëgjatësia është rritur. Kjo nënkupton se njerëzit po jetojnë më gjatë dhe rrjedhimisht po i përdorin kockat dhe muskujt e tyre për më shumë kohë. Në përgjithësi, njerëzit kërkojnë ndihmën e medikamenteve qetësuese. Shpesh këto ilaçe pihen me tepri dhe janë të dëmshme për stomakun dhe për mëlçin. Natyra nga ana tjetër na ka dhënë shumë burime të rëndësishme kundër dhimbjeve të cilat nuk i dëmtojnë organet e tjera. Në këtë video ju do të mësoni për një trajtim tepër të fuqishëm kundër dhimbjeve të kyçeve, i cili bazohet në përdorimin e kripës dhe të vajit. Vaji i ullirit është i pastur me polifenol, të cilët shërbejnë si antioksidant. Në momentin që ky lëng i artë bie në kontakt me organizmin, ngadalson plagjen e qelizave. Kjo do të thotë që dhimbjes i duhet akoma edhe më shumë kohë për të shfaqur. Vaji i ullirit përmban edhe substanca të cilat parandalojnë aktivitetin tuaj fizik, duke shkaktuar dhimbje dhe pamundësi në të ecur. Vaji i ullirit rregullon qarkullimin e gjakut, që rrjedhimisht mban organet tona të shëndetshme. Mirëpo, cilat janë vlerat e kripës së detit? Trajtimi me vaj dhe krip kërkon krip deti sepse ofron përfitime shumë të mira për organizmin. Kripa e detit përmban një kohësisht magnez, i cili forcon indet. Mineralet e gjendura tek kripa janë shumë të mira për sistemin tuaj imunitar dhe për shërimin e kockave dhe muskujve. Sikur të mos mjaftonte kjo, kripa e detit përmirëson qarkullimin e gjakut dhe njëkohësisht eliminon sasitë e tepërta të sodiumit, duke ulur kështu tensionin e tij. Kura me vaj dhe krip për dhimbjet e kockave. Përbërësit janë 1 gotë me ujë, 20 lugë gjelle me vaj ulliri
10 luggjelle me krip deti. Shtoni vaj në ulliri dhe kripën në ujë dhe përzieni së bashku. Masën e përfituar përdoreni për të masazhuar zonën e prekur nga dhimbja për rreth 3 minuta. Masazhi fillestar duhet të zgjasë 3 minuta dhe duhet të arrini që të masazhoni zonën e prekur për 10 deri në 20 minuta. Kjo kur duhet aplikuar në lëkurë për 10 ditë me radhë. Rezultatet do të jenë të shpejta dhe afatgjatë. Do të shikoni që do të mundni të lëvizni më lehtë dhe dhimbja do të zbutet ndjeshëm. Nëpërmjet këtij masazhi, qelizat tuaja do të rigjallërohen, qarkullimi i gjakut do të jetë më i mirë dhe sistemi imunitar më i fortë. Në disa raste mund të vëreni që lëkura mund të skuqet. Kundër skuqjes mund të përdorni një peshqir me ujë të ngrohtë dhe më pas pak pudër. Ju këshillojmë ta provoni këtë kur, nuk keni asgjë për të humbur, përkundrazi mund të fitoni shumë. Dhimbjet e kyçeve vijnë për shkak të sëmundjeve dhe problemeve të ndryshme shëndetësore, duke i lënë pacientët në agoni dhe në vuajtje. Këto dhimbje trajtohen me disa kura mjekësore dhe një prej tyre është ajo e hithrës. Kjo bimë është shumë efikase në zbutjen e dhimbjeve. Ajo e lufton inflamacionin në organizëm, pakson ëndjen dhe largon në dhimbjen. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar nga këto vlera është çaj i hithrës të freskët ose të thatë. Lëngu i hithrës përmban shumë minerale të shëndetshme, përfshirë kalciumin, magnezin dhe hekurin. Kjo e bën këtë lëng të jashtëzakonshëm për njerëzit të cilët vuajnë nga anemia, por edhe për parandalimin e sëmundjes e cila gërryen kockat me kalimin e moshës. Lëngu i hithrës së freskët. Për këtë lëng juve ju nevojitet 1 filxhan çaj me hithra të freskëta dhe 2 filxhan lëngu me ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe lajini me ujë të bollshëm. Më pas, hidheni në tenxhere dhe lëreni që të marrë një val. Uleni zjarrin dhe lëreni që të zjenjë për pak kohë. Menjëherë më pas, kollojeni lëngun dhe pijeni. Shtoni mjalt nëse dëshironi. Lëngu me gjethe të thata hithre. Merrni një lugë çaj me gjethe të thata hithre dhe hidhini në një çajnik me rreth 2 gota ujë. Zjeni për 10 minuta, pasi ju ta kulloni lëngun, shtoni mjalt për ta ëmbëlsuar dhe pak kanellë, e cila gjithashtu ndihmon kundër inflamacionit. Lëngu duhet pirë i ngrohtë. Mund të pini 1 ose 2 gota në ditë, sako që ju ta ndjeni veten më mirë. Lëngu i hithrës është i fortë dhe ka një efekt të menjëhershëm në organizëm për shkak të flavonoidëve dhe gjithashtu karotenoidëve, vitaminave dhe mineraleve. Hithra është veçanërisht e pasur edhe me vitaminën C. Kjo i jep kësaj pijeje efikasitet të plot në lidhje me fuqizimin e sistemit imunitar. Aplikimet e hithrës janë po aq të ndryshme por edhe efikase, madje më të drejtë për drejta, por gjithnjë sugjerohet ta pini lëngun e hithrës për të përfituar sa më shumë prej tij. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimi konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.